late night show që mund bëjnë në Shqipëri. Wow. Edhe Cilat janë planet e juaja për të ardhmen, për post filmit, besoj që edhe me këngë? kjo është pyetja që për mua më duket pyetja më e vështirë, ose kur thoi çfarë si është Sheverin mas 50 vjet, çfarë është Sheverin po tani. Por e punë që inshallah shkoj shnosh se do kthehem sonte, e do nisem e kam gjitha rrugë, e inshallah nuk po mallkojnë se s'po pëlqen filmi e pa Po, atë që jemi njerëz mirë. Po qesh. Planet janë që un kam qef me kanë pranë njerëzve, kështu siç më kanë pa. Mund të jetë në të ardhmen, ndoshta mund të jetë edhe një late night show që mund bëjnë në Shqipëri. Wow. Edhe e di që ka për të pas përgja shikueshme, njerëzit ma kanë kërku, unë e di që mund ta bëj. Është diçka që e du, e bëj, është liri fjallet, po me kufi gjithçka. Normalisht. S'kam bë kur as humor banal, as nuk kam bë pra. Nuk deri nga kornizat. Ja. Humor me kufi me gjithçka, me ndonjë nën kuptim kuptohet sepse. Por mund të jetë një late night show, muzika do vazhdojnë, kënga do vazhdojnë, po ashtu edhe siç thash, mund të ketë edhe film tjetër, mund të jetë dyshi, mund të jetë komplet diçka tjetër, varet. Gjithsesi, un kam qejf me kanë pranë njerëzve sepse më kanë bërë shumë për mua, më kanë bërë kjo që jam sot. Dhe unë jam borxhli aty dhe mirë njohës, jo dikuj specifikisht, po të gjithëve bashkë. Kështu që unë gjithëve bashkë mund t'ja kthej vetëm duke i dhuru kënaqësi, duke i dhuru humor, buzëqeshje në shtëpiat tyne kudo që janë. Kështu që jam i detyruar thojza me bë këtë gjë.